Shife fabulon tjetër në ekran. Kulla, kemi vetëm 12 minuta kohë dhe në orën 10, por ne mund të rrim dhe në 10:10 sigurisht, se kam dhe 2 fabulat tjera. Të djerën zgjedhjet në Kosovë, që dhe me thënë datën 28 pas nesër, kush fiton kulla si pas teje? Del forcë e parë Albin Kurti me vetëvendosjen. Si gjithmonë? Kjo gjë do t'i japi drejtën që të marrë kryetarin e parlamentit, por mendoj që sërish nuk do bëjnë dot qeveri. Albini do qëndrojë kryeministër deri në prill, deri në maj. Edhe pastaj do ketë prapë zgjedhjet parakoshme sepse nuk kanë numrat për të bërë president, përveç se në kushtet që vetëvendosja bën një koalicion gjerë me PDK-n. Që ti e ke thënë me PDK-n, po. Edhe atëherë do të kishim një president, një kryetar parlamenti dhe një kryeministër që do të dalin nga ky koalicion. Në asnjë lloj formule tjetër nuk ka dot qeveri, domethënë. Unë parashikoj që zgjedhjet janë të qeta. Kjo fushat ka qenë janë zgjedhjet e treta në më pak se 11 muaj. Kjo fushat ka qenë goxha e qetë. Ka ardhur një numër i madh votuesish nga jashtë. Por unë parashikoj që këto do jenë... Të qeta ka qenë historikisht zgjedhjet Kosovë të ndershme. Jo, të janarit nuk kanë qenë aq të qeta të shkurtit kur ishte domethënë vjet, si vjet domethënë. Në shkuptim s'ka qenë të qeta. Nuk manipuluan zgjedhjet para. Jo, për të manipuluar nuk manipuluan, por ka qenë fushate ngarkuar domethënë. Jo, politikisht ashtu normale do jetë burse. To kanë qenë dhe unë mendoj që edhe një herë do kemi fitoret vetëvendosjes dhe siç ta parashikuar në fillim vitit që vetëvendosja fiton por nuk bën dot qeveri. Po ta parashikoj edhe një herë tjetër Që është e njëjta gjë tani do jetë tani. Vetëvendosja fiton, po do ta ketë shumë vështirë të bëjë qeveri përveç se në kushtet që bën një koalicion me njëra nga forcat politike e cila ia jep mundësinë që ta zgjidhin krizën e presidentit në prill. Sepse ndryshe, edhe sikur të bëjnë qeverinë, në prill do shkojnë prapë zgjedhjet parakoshme sepse nuk zgjedhin dot presidentin, sepse formula e zgjedhjes presidentit në Kosovë është e tillë, është e cilësuar. Nuk është 50+1. Jo. Sa është atje, se këtu në Shqipëri është 50+1? Jo, mund ta zgjedhësh me 50+1, por duhet të kesh pjesëmarrje të cilësuar deri në 70%. Nëse forcat e tjera bojkotojnë, ti nuk zgjedh dot presidentin. E qartë, dhe parashikimi jot është që Kurti nuk mund të bëj dot, nëse do bëj koalicion, do bëj vetëm me PDK-n, thoti, se mund të me LDK-n ose me këto tjera. Jo, ai mund ta bëjë me LDK-n, por nuk besoj që intereson në këtë lloj pike. Po e PDK-n pse intereson? Sepse do t'i kishte votat e mjaftueshme për të zgjedhur presidentin. Dakor. Do kishte stabilitetin dhe do kishte edhe vokabularin e tij politik nacionalist. Kulla ti parashikojnë që Kurti del forcë e parë, pavarësisht se e dyti kush del? Skema është njësoj si tani? PDK. Kjo harta i tregoj Ledju tani? PDK, LDK, por këtu do varet... është 2025, zoj zotrinje, zgjedhjet kaluara. Por këtu do varet nëse futet aleanca për ardhmërinë e Kosovës, e cila është partia Ramush Haradinaj. Nëse futet aleanca në parlament, atëherë, sepse nisma do ta ketë shumë të vështirë ka dalë ndar nga tjerët, është në zonën e Malishevës, nëse futet aleanca në parlament, atëherë Kurtit i reduktohet akoma më shumë mundësia e qeverisjes. Nëse nuk futet, atëherë votat e pashprehura me mandate në parlament që kanë marrë këto dy parti, i shkojnë partisë parë që në këtë rast është VV. Ledjo, më lexo pak të lutem për ta kuptuar të hartën. Kjo është harta e zgjedhjeve politike apo jo në Kosovë, e shkurtit? Jo, kjo është e zgjedhjeve... Mos është zgjedhje lokale? Zgjedhje vendore. Jo, është politike, është e sigurt. Kjo është e zgjedhje vendore, çan? Është e zgjedhje politike ku? Okej, prapë njësoj e ke të shprehur në ke PDK-n. Është vetëvendosja 48, PDK-ja 24, LDK-ja 20, Nisma 8, LSE-ja 9 edhe KDTP-ja 2. Vetëvendosja është kjo kuqe apo jo? Vetëvendosja është lartë e kuqe apo? 48. Ku lartë? Jo, unë them në hartë, po në hartë, është e kuqe apo? Okej. E kuqe apo? Çështja Arian është si Prishtina është kjo këtu te... Çështja është... kjo LDK, se Ledjo? Çështja është po. Çështja është ku shkojnë votat që nuk prodhojnë dot deputet. Dhe nëse ato i merr forca e parë ato mandate, atëherë japet rruga për të pasur një qeveri, por edhe nëse bën qeverinë i vetëm deri në prill, nuk maj, sepse nuk mund të bëj dot pastaj. Të shohim. Kjo gjë nuk do ishte mirë, sepse në kushtet që Kosova ka qenë një vit në destabilitet politik para pa qeverisje, do t'i duhet mirë do ishte të kishte një qeverisje.
Por ki parasysh që Albin Kurti ka fitu 2 betejat më të mëdhaja që ka pas deri tani. Atë që ka pasur veriun e Kosovës, dhe tjetra ka fitu betejën politike që ka qenë kundër të gjithëve për çështjen e ndryshimit kufive dhe të Ballkanit hapur. Në këto 2 pika Albin Kurti është fitimtari vetë. Por nëse sot opozita, Po ndërkohë ka marrë dhe kam përshtypjen se nëse sot opozita, sanksionet ja hoqi bëhet tash. Por po ato do pyet, do thosh. nëse sot opozita, do t'ishte në një listë të përbashkët, opozita e mund Albin Kurti. Qartë. Me 5 lista sa që janë ata, Okulla. është gati zero. Jam i qartë. O kullam, më thuaj një gjë, më jam kurioz ta di. Ç'ishte ky? Kosovës, Jo Kosovës, jo, flas në Amerikë tani unë. po edhe në Amerikë ka një grup e cila do zgjerimin e NATO-s me Kosovën, por problemi i Kosovës është çështja e njohjeve E di dhe këtë. me këto 5 vendet. Por në diferencë nga të tjerët që duan të futen në NATO, NATO është në Kosovë. Pra, Po, praktikisht Kosova është në NATO, Po, sepse qartë. NATO është në Kosovë. Dhe është dhe në BE përderisa ka euro. Por këtu diferenca e ka euron që ditën e parë. E di. Por këtu diferenca është që a do të ketë lëvizje politike për në qoftë se do ketë një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë, atëherë do të ketë një Mund të më thua ç'a ndodhi tani me Kurtin vlla, që Bashkimi Evropian u troj nga sanksionet ku? u tërhoj sepse sanksionet flisnin për mbaruan zgjedhjet lokale, në veri fitoi lista serbe, serbët e rimorën qeverisjen lokale në veri dhe s'kishte marrë arsye për sanksionet. Kjo ishte vetëm arsye. Pra ata u futën brëzyra serbët atje. Në Mitrovicën veriore. Po, ikën në pjesën e veriut, jo Mitrovic, në Zveçan, gjithë ato. Po pse në Mitrovicë nuk janë dhe në Mitrovicë. Po janë prapë, nuk është vetëm Mitrovic, janë komunat Po them Mitrovicën e lartë. Po, në Kosovë veriore. Veriore. U futën brëzyra ata. Se thuash ajo krizë mbaroi. Po, edhe në zyra edhe në këto pjesët e tjera që këshillave. Serbët, jo, brenda, edhe në këshilla, po edhe brenda Kosovës janë disa komuna që ku është minoriteti serb dhe qeverisja nga serbët. Edhe këtu në këtë, pra në Prishtinë, për shembull, te ajo lagje interesante që Në Graçanic, në Graçanic që ajo që ka ato lokalet e derit aty, që ka atë mishderi? Graçanic. Ça perle hat atje pulla. Vendi i bukur aty. S'kemi shkuar asnjëherë bashkë atje. Po shkojmë ku dush. Ka qenë shtëpi publike ajo në kohë Jugosllavisë. Zërbe, ai lokali atje. Për një lokal po flasim. Po pra për një lokal. Është ai serbi që flet shqip bashkë me gruan e vet. Bravo. Po. Kam shkuar një 2-3 herë me batonën atje. Shumë vend i bukur është. Edhe me ca miq të tjerë, fakt, po jo Ka vetëm qef baton. batoni këto lokal. Jo, unë ja kërkoja se ja isha kurioz. I ke edhe ti qef serbët prandaj. Jo se I kam qef, më jo, unë jam thjesht kurioz për të kuptuar sa të afërt dhe sa të largët jemi me tjetrin. Po pse? Jam kurioz nga natyra se jam gazetar apo? Serbët komshi kushin një kemi, nuk është. Po prandaj po them pra. Po të thuash qefe kështu janë gjëra të vogla, unë thjesht jam kurioz për të hyrë. Prandaj të thash vdes për kolonoskopinë apo. Kolonoskopia çfarë është fakulla? Është njohja më e mirë e tij. Me çështjet e smundjeve të brendshme, njëri është president, tjetri është doktor në spital, po ka qenë ministër shëndetësie një 6 muaj doktor Beni, kështu që Pa ata nuk merr, nuk janë marrë me këtë punë. kush jo, doktor Bajrami me këtë punë merret. S'merr me kolonoskopi jo burr. Po, Zërbe. po, Para ka qenë kirurg o burr doktor, president. kjo valla për këtë të brendshit kolonoskopin, Ka fibro. bërë dhe këtë Bajrami. Këtë më i mirë në Shqipëri. Zërbe. Po, kjo është puna e tij. Presidenti i sotëm. Po, edhe doktor Ben Beqiri këtë punë bën. Unë dija që ishin kirurg të mor burr. Ore tash dëgjoj mua. Më fal. Ata që bëjnë kolonoskopi nuk janë kirurg valla. Tash janë edhe kirurg, po them, doktor Bajrami këtë punë është marrë dhe doktor Beni, tash se unë kam bërë. Cili ben? Beqiri. Që ishte ministër shëndetësie 6 muaj në qeverinë teknike 2017-s. Si kishte emrin? Arben Beqiri, unë Se mbaj mend unë. A ka qenë tani në kohën e Ramsit ky? Në atë pra ky profesion të 6-7 ministrat e Bashës që futën bashkë. E pra ishte nga Ara dhe Bashës Ben Beqiri. Po është mjek, më është një nga Dakor. mjekët më të mirë që kemi. Edhe doktor Bajrami, Ça perle. president. Nëse më çon si ka, po tani më kujtua kjo, thash njohja më e mirë është kur I hyrën tjetrit nga poshtë. Kulla po kur po u hap shisha, po doli shejtani thua ti. Mbaj ishte mbyllur gjithmonë. Se nuk futet pastaj, shiko, Unë prandaj mbaj mbyllur. Pra ti vërtet mund të futesh. Jo, vërtet mund të dalësh, po për të futur është vështirë. Për të rifutur. Pra rifutja dhe rilindja kulla janë shumë të vështira për të ndodhur apo jo. Kalojmë te fabula tjetër Ledio. Unë kam shkollën e Fatosnanos, flas me heshtje, diti. Po, prandaj të thash për përgjigje me heshtje atyre, ishte perle jo. Ledio, fabula tjetër plak.